këtë kull madhështore në Kuldari të Matit, për dekada me radhë janë shënuar ngjarje heroike por edhe tragjike, sidomos në periudhën e diktaturës. Të shquar për nacionalizëm dhe tradita të shëndosha, burrat e kësaj kulle qëndruan gjithmonë kryelartë, nuk bën kur kompromis me të keqen dhe paguan shtrenjtë si rallkush, jo vetëm në Mat, por në gjithë Shqipërinë. Pasardhësit e tyre u lindën dhe u rritën mes dhunës dhe persekutimit komunist, por e ushqyen shpirtin dhe ndërgjegjen e tyre me historitë e lavdishme të parëve dhe rezistuan me dinjitet deri në ditët e fundit të diktaturës. Veç gjaku të derdhur, padrejtësisht, ata sot i vret më shumë se çdo gjë, historia e shtrembëruar dhe e tjetërsuar, mohimi të vërtetave dhe sulmet e padrejta për gjysmë shekulli, duke e trashëguar dhunën dhe persekutimin nga gjyshi tek baballarët, tek fëmijët e më vonë edhe tek nipërit dhe mbesat. Historitë e kësaj kulle janë të shumta dhe pasardhësit që i kanë trashëguar po ashtu, por në këtë episod të dosjes K do të rrëfejnë një pjesë të historive të familjes dy pinjollë të kësaj dere, Halit Allamani dhe Eduard Allamani. Në fisin Allamani përmenden dy burra të martirizuar prej diktaturës. Ishin vëllezër dhe ndanin në zemër të njëjtat ndjenja dhe ideale për atë dheun. Kontribuan shumë për vendin, u angazhuan në luftë kundër pushtuesve dhe e paguan me jetë dashurinë e tyre për atë dheun. Si Dyli, ashtu edhe vëllai i tij i vogël, Isuf Allamani, që në ditët e para të regjimit komunist, dhe historia e tyre tragjike do të shenjonte mëtej fatin e gjithë burrave të fisit dhe pasardhësve të tyre. Familja Allamani ka vujtur me pa të drejtë si shumë familje të tjera në Shqipëri, me pa të drejtë sepse familja Allamani gjithmonë ka lobuar, ka kontribuar për këtë vend. Stërgjyshi im, Suleman Allamani, ka dhënë jetën e tij në luftën serbo-malazeze në Shkodër. U ngrit nga Mati dhe shkoi atje, që normalisht kishte la 6 fëmijë dhe me bashkëshortën e tij natyrisht dhe me farefisin dhe shkoi për të kontribuar si shumë familje të tjera të Matit dhe nuk u kthye. Domethënë dhe vari i tij sot po nuk dihet sepse siç jeve periudha e errët e Shqipërisë asaj kohe. Megjithatë, gjatë periudhës së mbretërisë e rimorën vetën fëmijët e Sulejmani, ndërto dhe gjyshin Dyli, Shahini, Selmani, Isufi. Ishin Dyli, Selmani, Shahini, Isufi 4 vëllezër. Isufi shkoi në Itali dhe u arsimu në Itali, profesor veteriner, doktor që pa të marruat jenë në Itali. Edhe gruan e mori italiane. Erdhi në Shqipëri dhe formoi fermën e parë në Qafzote në Suk. Edhe ishte drejtor ferme atje. Duke qenë më i vogël, i dhanë mundësi marroi studimet në Firenze të Italisë për veterinari. Dhe Isufi u kthye në Shqipëri, që fare mirë mund të ndërtonte edhe në Itali, u kthye në Shqipëri për të kontribuar dhe realisht ka kontribuar shumë, ka qenë në drejtori fermës parë të krijuar në Shqipëri në Xhavzotej të Durrësit dhe ka lënë shumë dorëshkrime që edhe sot e sot janë në arshivën e Ministrisë Bujqësisë Shqiptare. Haliti dhe Eduardi, të dy bastardës të familjes Allamani, me baballar të shumë vuajtur në burgjet e komunizmit, thonë se fillesa e dramës së madhe të fisit të tyre lidhet me luftën dhe pozicionin e burrave të fisit në krah të nacionalistëve dhe në veçanti të Abbas Kupit. Këto kanë qenë një familje që kanë luftuar për shlirimin e vendit. Se në luftë me Italinë, me Gjermanin, kanë luftuar të gjitha. Nuk kanë qenë vetëm si që e thonë historiku, që kanë thonë përpara, se
Mona Lamoni është kanalu autokollorën italiane në Suq, ka vu 3 kamshin, deri kur i ka ardhur nga postkomonda që ishte e shlirim të atje, në lëni mos vritni madhë, më kanë thonë që janë ra shumë italianë aty, për plasje aty. Gjithë familja Adamani kontribuoi dhe gjyshi im, Dyli, ka qenë një ndër kontribuesët më të mëdhej, natyrisht të pozicionuar me forcat e djathta të asaj kohe, dhe ndryshe nga sa thuhet në histori që këto njerëz nuk kanë kontribuar në luftën e Matit, dokumentat thonë komplet ndryshe, që e vërteta është që këto kanë kontribuar shumë në luftën e Matit kundrejt pushtuesve të asaj kohe, qoftë pushtues italian, qoftë pushtues gjerman, por aq kohë sa ato hynë ato territore. Natyrisht pjesë tjetër luftës se kanë bërë edhe forcat partizane, por kryesisht, për që korrekt, në zonën e Matit, luftën kryesore kanë bërë forcat të dashurquhetëra të Abaskupit, pra pjesa nacionaliste që quheshin në atë kohë. Haliti tregon 2 ngjarje nga lufta, të cilat i ka të detajuara në kujtesë për rrëfimeve të teatrit Sherifit. Duket se ato ngjarje e kanë shenjuar përfundimisht fatin e familjes së tyre në komunizëm, pasi komunistët me brigadat partizane që kishin hyrë në Mat, kishin ngritur pushk edhe në kullën e tyre dhe kishin vrarë, madje edhe gra e fëmijë të pafajshëm. Ku ishin mbledh gjithë fshati për me bën luftën, me bisedu se si të veprojnë që të vi Gjermani dhe të mos e lanë me kalu kënej, në mbledh gjithë fshati bashkarisht në një vend atje duke bisedu. Më në fund janë shpërndarë dhe kanë shku ke shtëpitë e orë në 4-5 veta. Se kishin ekonomi dhe kishin bisedë një tjetër, mblishin fiset edhe kanë shku atje. Atje atëhere ka shku një brigadë partizane. Ka kaluar ndaj dhe kanë thonë që shtëpiat ishin 3 kaqe, shtëpiat mëdha me i dinin morë dhanat dhe kanë thonë që dilni jashtë. Jo, kanë thonë jo. Nuk ishte gra, fëmijë s'kishte aty se ishin largu nga lufta, kishin hik në mal. Aty kanë gjenë 7-8 burra, si përfundim aty ka plas. Se ka dash me hy me zordë manena. Janë vërat njerëz. Ka ardhur atëherë komandant bataljori thonë ka qenë Shefqet Peshi. Si e ka morë vesh që janë vërat njerëz kështu, atëherë ai ka ardhur në Kurdari dhe ka vëra, ka gjetë rrugës. Janë 18 emra është bërë dhe i lapidar të shi aty në fshatin tot aty në për familjëve që janë vëra, gra, fëmijë. Haliti tregon se pas asaj ngjarje, ndërsa lufta ishte në fund të saj, një tjetër masakër mund të kishte ndodhur në fisin e tyre prej komunistëve, nëse fati nuk do t'i shpëtonte. Kanë morë fisin tonë gratë që kanë qenë aty, që kanë ardhur nga mali, i kanë morë dhe i kanë çuar në një vend aty poshtë, i thonë, Kurtagja në një vend lagje aty, dhe i kanë morë gra e fëmijë me i pushkatu të gjithë. Ne, i ushini jonë, jo, Selmani ka pas morë grunë në Lis. Ke Selmanet, ajo ishte, e ame e shoqe Selmanit ishte kushinë Liheqelës, të shoqit Dyleqelës. Dhe në këta momente, këta i njoftojnë që dur me vra gratë dhe fëmijët Allamanović. Petriti këta ka qenë fëmijë vogël në Lirek, e kam pas shumë. Që sherifi ka qenë maj madhë, edhe ka njëftu Liheqelën. Lia ka njëftu me i herë të komandësi, se Dyleqela ishte i lidhë kishte me këta partizanë, kohë kishte. Bisedë dhe i kanë thonë që dur me i vra fëmijët Allamonëve, i kanë qu të gjitha atje poshtë. Ka njëftu postkomandën dhe ka thonë, këtu. Ajo i ka thonë që të në lëdhë vrasja. Edhe këto kanë qu një korjerë, thote si shtote gjyshi, baba jo gjyshi, thote ka ardhur një korjerë që me flamur që të në lëhet, me flamur të bardhë, tha që të në lëhet vrasja. Edhe
Ajtë që ishte komandanti pushkatimit aty, e këshin pasqyt Abbas, dhe ishte thirr Abbas, edhe kështë ngrej flamurin. Këto momente i thot që të naluat vrasën të mos bëhet asnjë. Dhe i kanë nalu vrasën. Se ka një do vra fëmijë dhe gratë, pa fajshëm. Mes atyre fëmijëve atë ditë ndodhej edhe Petriti, babai i Eduardit, sikurse edhe Sherifi, babai i Halitit. Siç rrëfen Haliti, Petriti në atë kohë ishte ende foshnje, ndërsa babai i tij më i rritur dhe mbante mend mirë ngjarjen dhe traumën e shkaktuar atë ditë prej partizanëve. Ai tregon mëtej se kjo ngjarje traumatike ishte përhapur në gjithë zonën dhe madje kishte shkaktuar reagim edhe në radhët e partizanëve. Ai tregon se gjyshi i tij kishte takuar një ditë në rrugë një partizane që kishte dezertuar nga brigada e saj si shenjë revolte pas këtyre vrasjeve në Kurdari. Atëherë aty gjyshi kanë gjetë një partizane që kishte ngel në rrugë. Kishte ngel aty dhe këta i kishin thonë hajde të qems të dërzojmë në komandë lisë, ishte pos komandën lisë. Jo, ka thonë ajo. Unë nuk do shkoj më atje, me luftu atje, ju po patët mundësi me më dhanë rrugë me ndërritu shkoj në vendin tim, se nuk do luftoj më për këta këtu. Me që kom pa këtu, në këtë vendin tuj, në fshatin tuj, unë nuk do luftoj më nej. Nuk do shkoj, do të këthejmë, ajo ka qenë nga jugu, ajo vaza. Do të këthejmë familjen tim, shta nuk do shkoj të luftoj më ashtë. Se që ka vu nuk të në këtë fshat, unë nuk do të shkoj të luftoj. Nëse e dërzumë të në të kohë, mëse ne gjithë njështë e vetë dërzumë. Se këte e thonë që kanë vra Allamanit. Aty se sa e në vra në luftë, se në luftë e shikur ti gjujë, se sa e në vra nuk e din. Ta kanë bë krimet që nuk u falet, pavarësisht se ne nuk u të regum, as i loj hajkë marës në disa mas vitit 19. Nuk jemi për hakmarrje, prapë se prapë. Nuk jemi që të kërkojmë ndaj atij në personave. Por të paktën të zbardhet e vërtetë, të jepet e vërteta, të shkruhet një libër, një historik, jo si që ka shkruajt kohë e komunizmit, se ka shkruajt historikun si mas qefit vetë, me prënëtur në kratë e tjetrit, në mundin e tjetrit, se luftën që është liru Shqipëria, thash, baba ka qenë partizan, po dhe Ahmeti, që ai ka hikjar dhe vdishmë. Edhe bon, edhe ai ka qenë partizan në të kohë. Edhe tjerit Mani, kura luftën me Gjermani dhe Mani ka qenë në luftë. Nuk e kanë bërë luftën vetëm me këtë që thonë sot se kemi bërë luftën ne. Vendosja e regjimit komunist shënoi nisjen e një epoke të errët dhe të vështirë për fisin Allamani. Në ditët e para të nëntorit 1944, në Tiranë do të pushkatohej pa gjyq Isuf Allamani, një shkencëtar i diplomuar në Firenze për zooteknik, i papërlyer kurrë me politik, me një varg veprash të vyera, lënë dorëshkrim në fushën e veterinarisë, i martuar me një vajzë italiane, e cila e kishte ndjekur deri në fshatin e tij në Kurdari. Rrethanat e pushkatimit të Isufit ende diskutohen edhe pas 80 vjetësh, ndërsa i biri Allaman Allamani, atkohë 2 vjeç dhe sot doktor në Itali, thot se falja është përgjigje për të gjithë ata që ju dorëzuan arrogancës, frikës dhe urrëties. Pas vrasjes së Isufit në kullën e Allamanëve, do të niste një kalvar i gjatë dhe i dhimbshëm gjysmë shekullor. Fillimisht, brigada e partizanëve që vepronte në atë zonë ju kishte djegur kullën, duke i lënë në mes të ftohtit fëmijë, gra e pleq. Burrat të arratisur në mal duhet i bënin ballë hakmarrjes komuniste e njëkohësisht të kujdeseshin për familjen. Në këto rrethana, Dyla Allamani, duke parë gërsinë e komunistëve, vendosi të dorëzohet për të shpëtuar nga plumbi burrat e niprit e fisit të tij. Por dorëzimi, edhe pse në besë, nuk kishte asnjë garanci dhe komunistët do të tregonin edhe në këtë rast se pabesia qenë në të vërtetë virtyt për ta. Gjyshi im dorëzohet me të drejtë, sepse qeveria domethënë e akuzonte për shumë gjëra, jo siç i vunë etiketën atë kohë, jo bashkëpunëtor të asaj kohë, në një kohë që
gjithë e duan perëndimin edhe sot. Ato kanë qenë shumë larg pamës dhe në atë periudhë dhe u dorëzua. Siç dëshmon ky vendim i gjykatës ushtarake të Tiranës, i cili mban numrin 404 dhe datën 2 nëntor 1945, Dyl Allamani ishte nxjerrë në gjyq dhe ishte dënuar me vdekje, duke e cilësuar pa të drejtë si kriminal lufte për veprimtarinë e tij në radhët e legalitetit me forcat e Abbas Kupit. Siç shkruan studiuesi Gjevahir Gradica, Dyl Allamani, i cili ishte 50 vjeç në kohën që ju dha ky vendim, do të zhndërrohej për pak ditë si faktor përçarës mes drejtuesve komunist. Miqësia e vllazërimi me Myslim Pezën nuk e shpëton burrin e Allamanëve për të përfunduar në plumb, edhe pse komandanti i çetës së Pezës mundi të binte Enver Hoxhën për t'i falur jetën Dyl Allamanit. Mëritë e vjetra të Haxhilleshit me Allamanët ishin më të forta se sa lutjet e Myslim Pezës. Nëse nuk do të pushkatosh Dyl Allamanin, më vra mua, mësohet t'i ketë thënë Haxhilleshi diktatorit Enver Hoxha, ndikimi të cilit ka qenë vendimtar për fatin e jetës së 50 vjeçarit, shkruan Gradica. Dhe vërtet, siç dëshmon ky proces verbal ekzekutimi, 50 vjeçari Dyl Allamani u pushkatua në breg të Lumit të Tiranës me 7 dhjetor 1945 në orën 9:45 minuta. Kur është pushkatuar gjyshi, e vejmë para pushkatimit dhe për fatin e mirë, pjesa e administratës komuniste, domethënë i kanë shkruar gjëra siç janë. Në akuzë është tjetër gjë që në akuzë kanë ndërtuar akuzën ashtu siç kanë menduar, kanë gjetë dëshmitar apo pa dëshmitar, nuk, por në pjesën e pushkatimeve, për çfarë kanë parë, qëndron e vërteta sepse e pushkatojnë dhe thot rrof demokracia, rrof Shqipëria, thot amanet sepse gjyshi ka pas një farë miqësie me familjen Peza. Edhe i thoni Myslimit që të paktën të loboj që të thëjmë varin eshtrat të ktheheshin në Kurdari. Po eshtrat nuk u kthyen, pra amanet vëllezërve të vitë marrin eshtrat. Diçka e tillë, eshtrat nuk erdhën t'i marrin, nuk ja dorëzuan, mbeten, domethënë. Tiranë, 7 dhjetor 1945. Gjykatës së lartë ushtarake, ju njoftojmë se sot 7 dhjetor 1945, ora 9:45, në afërsi të Lumit, në prezencë të prokurorit të kësaj gjykate, u ekzekutua Dyl Allamani. Fjala e fundit që kjo, familja, për vrasjen teme ta di se Hasmit më kanë marrë më qafë. Roft Shqipnia, roft flamuri, roft demokracia. Myslim Pezës ja le amanet fëmijët dhe vllaznit për bukën që kemi hëngër, të lajmërohet vllai që është në burg për të godit varrin tem. Por as amaneti i fundit nuk do të shkonte në vend. Selman Allamani, vllai i burgosur që përmend në amanetin e tij Dyli, sikurse edhe gjithë familjarët e tjerë dhe pasardhësit e tyre, nuk i gjetën dot kurrë eshtrat e Dylit. Edhe sot ai listohet mes të zhdukurve të regjimit komunist. U dorëzua dhe e pushkatuan, por edhe varrin e Dylit sot nuk e kemi, nuk dim, kam kërkuar në arkivat e sotme, nuk po i gjem. Pushkatimi i dy vëllezërve Allamani, Isufit dhe Dylit, nuk do ta shuante urrëtitjen e komunistëve, po ato vite të para të regjimit komunist do të burgoseshin edhe dy prej burrave të fisit, Man Allamani dhe Shahin Allamani. Man Allamani, e kushini i gjyshit, ka bë 4 vjet burg. Në vitin 48 Mani është dënu me 4 vjet burg. Është dënu dhe Shahini në aj, se sa vjet burg e kam. Edhe e liru më vonë janë cilësu kulak. U është konfisku gjithaj pasuri, toka dhe këte, dhe vetëm kemi gjetë në arkiv në një dokument që i linjët vetëm një pjesë toke për nevojat familjare, Dyl Allamani, se ky ishte si krye familjare. Pushkatohet dhe i linjët vetëm një pjesë pasurie toke për nevojat familjare. Ishte fundi i viteve 40. Kjo val masakrash në familjen Allamani në Kurdari të Matit nuk do të ndalej as në dekadat që do të vijonin.
por vdekja e 2 burrave të kësaj kulle dhe burgosja të tjerëve do të pasohej me një periudhë disi më të qetë në dukje. Ndërkohë, djemtë e familjes, të cilët në fund të luftës ishin fëmijë, do të rriteshin në hijen e rëndë të persekutimit, do të krijonin familje të tyre e do të sillnin në jetë pasardhës të tjerë të kësaj dere, por asnjëherë nuk do t'i lejonin të jetonin pa kërcënimin e burgut. I ndiqnin hap pas hapi, i survejonin duke i kërcënuar pareshtur, duke ju tundur prangat, dhe kjo deri në vitin 1970. Ai vit do të shënonte rikthimin e hakmarrjes së regjimit, i cili do të godiste sërish shtyllat që e mbanin në këmbë këtë kull.